Përshëndetje dhe mirë se erdhët të dashur binjakë në Letra Trofej. Jam Diana që do bëj leximin e juaj të radhës. Para se të filloj, do t'ju shpreh apo do t'ju tregoj një zakon timin. Nuk është ritual, nuk është gjë kështu, thjesht në mendjen time pastroj, seleksionoj dhe fizikisht nëse ka nevojë, largohem nga çdo gjë që nuk duhet ta marr me vete. E bëj kështu si me sezona. Jemi afër pranverës dhe pranvera nuk vjen vetëm për të lulëzuar. Është koha të heqim gjithçka që nuk na shërben më. Zakone, si për shembull, që na mbajnë në vend, marrëdhënie që na lodhin, mendime që na bëjnë të dyshojmë në vlerën tonë. Jo çdo gjë që e kemi mbajtur deri sot duhet ta marrim me vete, më tej, binjak. Disa gjëra nuk janë kujtime, janë thjesht pengesa për rrugtimin tonë. Pranvera na kërkon të jemi të sinqert me veten, apo thjesht ky sezon të fillojmë më sinqert. Çfarë po na ndalon, çfarë po e shtym nga frika, çfarë po mbajmë vetëm nga zakoni. Është momenti të vendosim qëllime të qarta, jo për të dukur më mirë se të tjerët apo më mirë para të tjerëve, por të ndjerë në paqe me veten. Leximi juaj fillon me The Star, pastaj është vajza e monedhës, pastaj është 8 të shpatës, pastaj është 4 të monedhës dhe si rezultat është strength, që është guximi. Ku janë binjakët apo ku jeni sot binjak ju? Jenë në një fazë shprese dhe shërimi, është ylli. Pas lodhjes, zhgënjimit, impenjimeve të shumta, mund të jenë shumë gjëra të ndryshme, po fillon të shohësh dritë përsëri. Ka dëshirë për një fillim të ri nga ju, por ende i butë, i ndjeshëm, jo plotësisht të sigurt. Besimi po kthehet, por ende nuk është shumë i fortë. Çfarë është duke të penguar binjak? Hezitimi për të investuar në veten plotësisht. Do siguri, prova, garanci, dhe kjo të bën të ecësh shumë më ngadalë. Po pret momentin perfekt. Frika për të rrezikuar të mban në vend. Çfarë duhet të largoni binjak? Mendimin që të lidhin duart, siç jeni lidhur këtu. Çfarë nëse s'ja dal, po gabova, po s'më dole ashtu siç mendova, çfarë do të thonë? Këto janë kufizime mendore, jo reale, që s'ka të bëjnë në fakt me realitetin asgjë. Duhet të largosh vetë sabotimin dhe rolin e viktimës, apo që nuk do ja dalësh. Çfarë duhet të ndryshoni? Vendos kufi të shëndetshëm. Mos e shpërndaj energjinë kudo, apo kur them mos e shpërndaj, mendoj gjithmonë, mos harxho energji ku s'duhet, të miresh me gjëra koti, me njerëz koti, apo që s'të japin as edhe një gjë. Mos e shpërndaj pra aty ku s'duhet. Mëso të thuash jo aty ku s'të përshtatet, të jeni të sinqert. Të ruash atë që ke ndërtuar dhe të mos mos e japësh veten pa mas, më shumë se ç'duhet. Mbaje fokusin, jo çdo gjë meriton energjinë juaj. Dhe rezultati apo e ardhmja është forcë brendshme, vetbesim, qetësi. Binjakët janë duke shkuar drejt një faze ku nuk reagojnë më nga frika, por nga pjekuria. Kjo le të tregon kontroll emocional dhe kjo duhet se jeni pak të jo fort sikur pak të humbur kontrollin, besim në vete dhe fuqi pa zhurmë, pa e cekur, pa e thënë, e ardhmja jote ndërtohet kur e do veten mjaftueshëm për të mos u nënvlerësuar. Largo frikën mendore, pritjen pafund, mendimet që të mbajnë lidhur apo në një vend. Bëj hapa të vegjël, por të sigurt. Ruaj energjinë tënde për atë apo ata që të duhen. Beso në forcën tënde të brendshme.
E ardhmja jote nuk kërkon më shumë mendim, kërkon guxim të qetë dhe besim absolut në veten tënde. Dhe s'ka diskutim që do e dalësh.